Avokati i popullit ka ngritur alarmin për gjendjen në sistemin penitenciar shqiptar, duke deklaruar se 5 institucione vuajtje e dënimi në vend duhet të mbyllen, pasi kushtet në to cenojnë dinjitetin njerëzor dhe bien ndesh me standardet kushtetuese dhe ndërkombëtare. Sipas raportit të bazuar në inspektime në 18 institucionet e ekzekutimit të vendimeve penale gjatë vitit 2025 dhe në 115 ankesa të trajtuara, disa prej burgjeve në vend paraqesin kushte të cilësuara si degraduese. Institucionet e përmendura për mbyllje janë Burgu Burrelit, Kosove Lushnjës, Kuksi, Mine Peza, 302 dhe Burgu Jordan Misja, 313. Në raport theksohet edhe problemi i mbipopullimit të lokalizuar, pavarësisht se në nivel kombëtar, sistemi rezulton nën kapacitet. Në IEVP Lezhë, për shembull, mbipopullimi arrin deri në 65%, ose 181 të burgosur mbi kapacitetin e planifikuar, ndërsa në disa institucione të tjera varion nga 2 deri në 11%. Raporti ngresh qetësime serioze edhe për kushtet e jetesës, duke përfshirë ambiente të amortizuara, mungesë higjiene, mungesë dollapësh për sendet personale, shërbim të kufizuar mjekësor dhe mungesë trajtimi të specializuar për personat me probleme të shëndetit mendor. Në shumë raste, kujdesi shëndetësor kufizohet vetëm në ndërhyrje emergjente. Avokati i popullit ka kërkuar nga qeveria dhe Ministria e Drejtësisë përmirësimin urgjent të kushteve në burgje, si dhe ngritjen e një institucioni të specializuar për trajtimin e të burgosurve me probleme të shëndetit mendor. Gjithashtu kërkohet edhe mbyrja e përkohshme e 5 IEVP-ve të identifikuara deri në rikonstruktimin e plot të tyre. Sipas institucionit, situata aktuale nuk përbën vetëm një problem administrativ, por një çështje serioze të respektimit të drejtave të njeriut dhe të standardeve bazë të trajtimit të personave të privuar nga liria.